Po çka i shkakton këto probleme dhe cilët nga pacientat janë më të rrezikuarit nga venat? Etiologjia e saktë e sëmundjes komplete është multifaktoriale. Domethënë ka shumë faktorë që shkaktojnë sëmundjet venoze. Me që sot kemi me fol më shumë për sëmundjet e venave varikoze, do të ndalemi këtu pak më shumë. Në shkaktimin e venave të zgjeruara në rand parë është komponenta gjenetike dhe kongjenitale, të cilën nuk mundemi me mohu. Të gjitha ulëmtimet flasin se nëse një fëmijë ose një pacient i moshës së re ka të dy prindrit me variqe venoze, atëherë shkalla e mundësisë e shprehur në përqindje dykun arrin deri në 75% që edhe ai fëmijë me pas variqe venoze. Po nëse e ka vetëm njërin prind me vena të zgjeruara, mundësia është pak më e vogël, zvogëlohet, po gjithsesi është mbi 30%. Domethënë komponenta gjenetike nuk abstrahohet. Pastaj vjen profesionalizmi, do të thotë qëndrimi i gjatë në kom, ekspozimi i faktorëve të riskut. Faktorët të riskut janë nxehtësia e tepërt, qëndrimi i gjatë në kom, qëndrimi i ulur. Pastaj te gjinia femërore janë shtatzanit. Do të thotë çdo shtatzon nëse ka komponentën gjenetike, nëse pacienti është shtatzon, ka prindrit, njërin prej tyre që kanë pas variqe venoze, atëherë mundësia është shumë reale që edhe etiketë, të cilat pastaj keqësohen shtatzani. Ekzistojnë masat parandaluese, ndoshta do t'i sqaroj më vonë gjatë emisionit. Shtatzanit e shpeshta, abortet e shpeshta, numri i shtatzanive, gjitha këto janë faktorë që ndikojnë në paraqitjen, zhvillimin dhe dukjen më të madhe të variqeve venoze, madje edhe komplikimet e tyre, që sigurisht do t'i sqaroj më vonë. Po ndikon ose si ndikon stili i jetesës në këto raste, në këto sëmundje, se për gjenetiken veç folëm, si ndikon stili i jetesës në shëndetin e venave? Padyshim, mënyra e jetesës është shumë e rëndësishme. Pastaj është edhe mënyra e ushqimit. Pacientët të cilët kanë variqe venoze, ose edhe ata që nuk kanë, e që kanë profesione, që duhet me qëndru gjatë në kom, si që janë për shembull pedagogët, mësimdhënësit, rojet e ndryshme që janë të obligum të qëndrojnë gjatë në kom, pa lëviz, ata spaku duhet të lëvizin gjatë ditës. Do me thonë, nuk preferohet qëndrimi i gjatë statik më shumë se 15 minuta. Patjetër duhet lëvizjen. Madje edhe ato rojet e nderit që bojnë në mbretëri ndryshme, roje para portave ndryshme, nuk qëndrojnë gjatë më shumë se 15 minuta, ndrohen. Pikërisht për shkak të stazës venoze, sepse gravitacioni toksor është ai që e tërheq krejt masën e trupit njeriut. Dhe duhet diçka të ekzistojë që ta mposht gravitacionin e njeriut. Në këtë rast, Zoti i ka kriju te njeriu pompën muskulare. Lëvizjen, domethënë muskujt e këmbëve mundsojnë, ose pompa muskulare që gjaku të lëvizën nëpër venat e thellë dhe sipërfaqësore. Sa për sqarim, rreth 90% e sasisë së gjithë mbarshme të qarkullimit, gjithçkthimit venoz që bëhet nga venat bëhet nëpërmes sistemit venoz thellë, kurse vetëm 10% nëpërmes sistemit venave sipërfaqësore. Këto komunikojnë mes vete, do të thotë sistemi sipërfaqësor dhe sistemi i thellë nëpërmes venave perforante. Dhe fiziologjia normale e qarkullimit gjakut venoz, do të thotë kthimi i gjakut venoz prej gjitha pjesëve në zemrën e djathtë, është gjaku prej poshtë lart dhe prej sipërfaqes në thellësi. Në rastet kur pacienti ka vena të zgjeruara është e kundërta. Domethënë gjaku tash tenton me qarkullu prej lart poshtë dhe prej thellësisë në sipërfaqe. Dhe tash këtë duhet ta evitojmë. Si? Do të thotë me mënyrat që do t'i përmendim gjatë emisionit. Personat që qëndrojnë gjatë ulur, do të thotë jeta, stili jetesë në kompjuter, sot pothuajse një numër i madh i profesioneve kërkojnë qëndrim gjatë ulur në kompjuter. Është obligim, edhe që nuk kanë variqe venoze, që çdo 2 orë të shohin televizin, spaku në përdhom. Pikërisht ta aktivizojnë pompën muskulare. Është mirë ata që kanë variqe venoze, kur qëndrojnë gjatë ulur në kom, para vetes ta kenë një taburre ose një karrige të vogël që të jetë pozita horizontale, sepse kësaj pak a shumë poshtet forca e gravitacionit toksor. Përndryshe, pacientët kur qëndrojnë shtrirë, preferohet të qëndrojnë me këmbë sipër jashtëkut, sepse kjo mundson shumë kthimin venoz, sidomos te pacientët që kanë vena të zgjeruara. Tash ti kthehemi te ushqimi. Gjitha ulëmtimet flasin që ushqimi i pasur me fibra, me kërcell, është i mirë për pacientët që kanë variqe venoze.
do të thotë çdo ushqim natyral që themi në gjuhën popullore, që në këtë rast nuk përjashtohen ushqimet me oriz integral, ka fibra shumë, me perime, gjitha këto janë që e mundsojnë shumë më mirë qarkullimin, gjithësisht kthimin venoz të gjakut në zemër.